Në kuadër të organizimit tradicional të ditës së hapur, në gjimnas u prezantuan aktivitetet, projekte dhe puna realizuar nga nxënësit dhe arsimtarët gjatë javëve të fundit. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive dhe me pjesëmarrje të madhe të nxënësve, prindërve dhe mysafirëve. Pedagogja e gjimnazit Mirela Ibrahimi i theksoi se këtë vit dita e hapur vjen në një periudhë të rëndësishme për arsimin e mesëm, pasi nga viti i ardhshëm pritet ndryshime në konceptin e gjimnazit dhe maturës shtetërore. Sipas saj, nxënësit e gjimnazit do të kenë mundësi të vazhdojnë studimet në çdo fakultet pa kufizime profesionale, fal programit të përgjithshëm mësimor që ofron gjimnazi. Ai u bëri thirrje prindërve dhe nxënësve që të informohen sa më mirë për ndryshimet e reja dhe të mendojnë me kujdes për zgjedhjet akademike të së ardhmes. Gjimnazi si shkollë tashmë nga viti i ardhshëm. Në fakt, me ndryshimet që ndodhin në maturën shtetërore, do t'ju jepet mundësi nxënësve të gjimnazit të vazhdojnë në cilin do fakultet që ato kanë dëshirë. Kjo gjë e bën të dallohet nga të gjithë shkollat tjera, për shkak se shkollat profesionale, nxënësit duhet të vazhdojnë në ato profesione të cilën e kanë ushtruar në shkollë të mesme. Kurse nga gjimnazi, për shkak se ka karakter të përgjithshëm dhe i përmbledh të gjitha landet, nxënësve u mundsohet të vazhdojnë në cilin do fakultet kanë dëshirë ata dhe për të cilin kanë afinitet. Prandaj sugjeroj dhe apeloj të gjithë prindërit ta analizojnë këtë situatë të re të krijuar dhe t'i orientojnë nxënësit në gjimnaz për shkak se ata të cilët do t'jenë intelektual të ardhshëm duhet t'jenë këtu në këtë shkollë. Kurse nxënësit të cilët vendosin që në të ardhmen të kenë një profesion të caktuar me njëherë mbas shkollës mesme dhe të punsohen, ata mund të vazhdojnë shkollimin në shkollat profesionale. Gjatë aktivitetit u prezantuan punime dhe aktivitete nga fusha të ndryshme, ndërsa u vlerësua edhe angazhimi i arsimtarëve dhe aktivëve profesional në organizimin e ditës së hapur. Ibrahimi falenderoi koordinatorin e aktiviteteve, profesoreshën Fatmire Veseli, si dhe drejtorin e shkollës për mbështetjen dhe bashkëpunimin. Në fokus të veçantë u theksua edhe fryma multietnike e gjimnazit, ku aktivitetet realizohen në bashkëpunim mes paraleleve shqipe, turke dhe maqedonase. Sot ka si që shifni, një atmosferë shumë të mirë, nxënësit janë përgatitur me shumë elan, me shumë vullnet, së bashku me arsimtarët e tyre, do të përmendi aktivet profesionale të cilët me shumë entuziazëm kanë punuar 2 javë të tëra dhe si koordinatore të përmend profesoreshën Fatmire Veseli të arti figurativ, të përmend drejtorin e shkollës, i cili pa hezitim na ka sjellë çdo mjet për cilën ne kemi pasur nevojë dhe ka pas një bashkëpunim i cili duhet të jetë shembull edhe për shkollat tjera, një bashkëpunim ndërkolegial në shkollën tonë. Gjithashtu duhet të përmendet edhe karakteri multietnik i shkollës. Ne sot e kemi ditën e hapur, pastaj do ta kenë edhe paralelet turke, paralelet maqedone dhe kjo funksionon gjithashtu shumë mirë te na. Edhe një herë i ftoj të gjithë nxënësit të koncentrohen dhe mirë të analizojnë, do me thonë, konceptin e maturës të ri dhe programin e gjimnazit, për shkak se përveç konceptit të maturës ndryshon edhe programi i gjimnazit nga viti i ardhshëm. Ndryshimet që pritet të hyjnë në fuqi nga viti i ardhshëm synojnë zgjerimin e mundësive akademike dhe përgatitjen më të mirë të nxënësve për studimet universitare.